Kam kënaqësinë që t'ju njoftoj që paneli ton i bashkohet në këto çaste nga Republika e Maqedonisë së Veriut, profesor Bashkim Selmani, ekspert i njohur i çështjeve të sigurisë. Profesor Selmani, ju falenderoj që na u bashkuat. Kënaqësia është e jonë dhe interesi është i përbashkët dhe mbar kombëtar dhe vlerësimet tuaja gjithmonë janë të thelluara dhe mirë studiuara. Ju falenderoj. Profesor, duke qenë se po diskutojmë rolin dhe peshën e Rusisë në jetën politike të Ballkanit, unë doja të ndaja me ju një pikë të drejt për drejt. Në raportin e fundit të Parlamentit Evropian, pika 80 nënvizon: kemi dëshmi se përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë së Veriut kanë evokuar dhe promovuar botën serbe aty dhe se këto çështje mund të prekin direkt sovranitetin e vendeve të tjera. Në këndvështrimin tuaj profesional dhe akademik, a është shqetësues influenca e botës serbe në jetën e përditshme të Maqedonisë së Veriut? Influenca serbe në Maqedoninë e Veriut që nga themelësia e saj deri ditët e sotme ka qenë shumë aktive, por herë pasive, herë me aktivitete interne, por asnjëherë nuk ka qenë të përkrahura publikisht siç i përkrah kryeministri aktual. Dhe kjo bën akoma më shumë shqetësuese polarizimin dhe qëndrimin e Maqedonisë së Veriut. Dhe nga ana tjetër, jo vetëm që ka shumë investime në Maqedoninë e Veriut nga ana e Serbisë, por gjithmonë ajo ka ditur që të mbaj peng Maqedoninë me shumë investime, sidomos nga shërbimet sekrete në formave të ndryshme, duke goditur atë në formën ekonomike, fetare, mediatike, sociale dhe arsimore. Dhe kjo është ajo qendra me të cilën tani më ka dhe përkrahje nga qeveria në formë publike dhe është shumë e saktë dhe vërtet e qëndrimet e Bashkimit Evropian dhe çështja që akoma nuk preken apo nuk diskutohen, sepse kjo qeveri nuk ka vullnet as për në Bashkimin Evropian, por gjithmonë me këtë përkrahje nga ana e Serbisë, po indirekt i bie edhe Rusisë, sigur do ta kanos Bashkimin Evropian, sepse ne kemi dhe mundësi tjera dhe kjo bën një përplasje me të cilën nuk ka kusht të ndaloj. Po në këtë mes, nëse shohim edhe faktorin politik shqiptar, sidomos kohëve të fundit, por edhe paraprakisht, në mënyrë të heshtur apo të mirë dirigjuar nga qeveria maqedonase e përkrahin të njëjtin qëndrim. Por këtë qëndrim do të pengoheshte sikur faktori politik shqiptar dhe shqiptarët asnjëherë nuk kanë pasur qëndrime më shumë evropiane në aspektin real, mirë po nga ana tjetër punët dhe aktivitetet e qëndrimeve të subjekteve politike shqiptare fatkeqësisht përfundojnë në umbrellën e kësaj qeverie dhe kjo qeveri diametralisht ka qëndrime të kundërta ndaj Bashkimit Evropian dhe fatkeqësisht vazhdimisht po bashkëpunon qytetarët, po ul integritetin dhe dinjitetin e qytetarëve shqiptar, saqë jo që vetëm nuk i trajton në nivelin e brendshëm aktualisht, por edhe në nivelin ndërkombëtar, as që shqetësohet përse përket raporteve shqiptaro-maqedonase, që asnjëherë nuk ka qenë në nivelin siç janë aktualisht, sepse ai do Maqedoninë të sundoj Maqedoninë maqedonase, duke haruar pjesën përbërëse historike dhe mirësinë e kombit shqiptar, që ata ishin dëmi kolateral, duke u dëmtuar ekonomikisht dhe gjitha aspektet e tjera, ja mundsohen që Maqedonia dhe fal faktori politik shqiptar, Maqedonia është në NATO. Është e vërtetë.